Do ta shikojmë shumë shpejt brenda 3 muajve kur të filloj hearing në Senat, ku ai do t'japi objektivat e parë të agjendës së tij në Shqipëri. Kur mund të vi, nëse e kalon këtë hearing djes? Unë besoj 6 muaj, 8 muaj. Pas 6 ose 8 muajsh. Pra në fund të vitit, le të themi, diku nga fundi i vitit. Në vjesht. Dhe kalon këtë hearing, këto pyetje përgjigje që bëhen në Senat, dhe aty ai do të shpalosi objektivat e mandatit të tij 3 vjeçar. Dhe mendoj që aty do kuptojmë edhe më shumë se çfarë do të vi të bëj. Dhe se çfarë nuk do të bëj në Shqipëri, sepse do t'i bëhen edhe pyetje të tilla. Një gjë është e sigurt që do të interesohet për investime strategjike. Pasi në Kongresin Amerikan dhe në Senatin Amerikan ka një bill, ka një ligj që kërkon një monitorim të rreptë të investime strategjike në Ballkanin Perëndimor, përfshirë dhe Shqipërinë, që do të thotë një vëmendje e shtuar ndaj narkotrafikut dhe të parave të pista që hyn nga narkotrafiku në investime strategjike. Pra Shqipëria do të jetë në monitorim dhe do t'i kërkohet llogari, dhe ky do të kërkojë llogari tek institucionet shqiptare për këto para dhe për këto investime dhe për këto leje që jepen nga Kryeministria dhe nga këto investitorët e Dubait dhe qendrave të tjera ku luhet si paraja e pastër, si paraja e pist. Pra, një nga objektivat që ne mund ta themi me plot gojë që është tani është monitorimi investime strategjike dhe luftë ndaj narkotrafikut. Sepse e kërkon Kongresi dhe kërkon Senati Amerikan. Me ka njësuar me terrorizmin është politika jo. Ai nuk mund të dalë jashtë kornizës dhe frameworkut që i ka vënë, se them, parlamenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ne do ta shikojmë këtë që është në 3 mujorin e parë ku ai do të bëjë shpalosin e objektivave. Okej, Lida, më thuaj edhe diçka. Kush duhet të ketë të shqetësohet nga prania e tij në Tiranë? Politika? Unë mendoj që kryeministri Edi Rama, i cili ka një aftësi të jashtëzakonshme manipulative ndaj diplomatëve grua. Do eci me Erik Want apo jo? Unë mendoj që do të eci më pak se që ka ecur me gratë që kanë lënë nam, siç u tha me drejt këtu, në duart e tij dhe në vendet të tjera. Sepse këtu nuk është thënë asnjëherë, për shembull, një vend i madh si Gjermania, se po e them dhe emrin, ka tërhequr ambasadoren në gjysmën e mandatit, sepse bënte gjeste jo diplomatike nëpër zyrat e shtetit shqiptar dhe në vilat qeveritare. Kështu që ata e kanë tërhequr menjëherë. Po them vetëm një rast. Dhe kur them atë aftësitë e tij manipulative, e kisha në formë jo fort diplomatike. E kuptova. Dhe mendoj që me zotin Wend, me general lejtnantin, zotëria ka komanduar deri në 45.000 ushtar. Nuk mendoj që do të tundohet nga fjalët e një piktori apo një personi. Nuk do të tundohet kollaj.